Shqipëria do të marrë statusin për kandidat në BE. Kur ndodhi, mu? Kur ndodhi kjo? Po nuk ka ndodhur ma akoma, nuk ka ndodhur. Do si? ta marri, besojmë ne, sepse aty ka shkuar në Bashkimin Evropian një letër që i ka tronditur të gjithë antarët. I ka tronditur, domethënë. I ka tronditur. Po kush e ka shkruar këtë letër, më? Një poli-evropian, një poli-politikan, një poli-shqiptar. Poli Big Brotherit, apo jo? Nga një diplomati ma. Diplomat? Po, Patri Deradima. Patri Deradima! Brëma tërve, brëma Salsanove, brëma. Jam shumë i gëzuar që erdha sot midis jush, t'ju lexoj letrën që kam dërguar në BE. Dhe për ty, zonjush Eneda, do të... Zonjë, po të shënë si ka. Zonjë Eneda, do mundohem që në Vjen të t'jap titullin Eneda de Tarifa. Ta premtoj këto. Fantastike. Të lutem, a mund të shohim letrën tënde që ke quar BE-s? Ta lexojmë para gjithë popullit, sepse... Pa tjetër, ja, urdhëro, lexoje. Letër. Të dashuroj, apo jo? Të dëshiroj? Të dëshiroj, që do thotë, që po lexoj do? Kërës është shkrimi i rilindjes, nuk e kupton është me... Letër. BE-s. Nderuar antarë të BE-s, ju përshëndes nga Vlora e Pavarësisë, ju përshëndes nga Elbasani Metalurgjikut, nga fushkruaja e Tritolit. Nga Gërdeci i Gërdecit, nga Lazarati i Hashashit. Me kënaqësi, dua t'ju shpreh se unë vendin ton tashmë e quaj një vend evropian. Megjithse ju e njini dhe respektoni pronarët, ndërsa ne ju vëm hurin. Ne prap jemi një vend evropian. Megjithse spitalet tona ngjajnë si banjo tuaja, ne prap jemi një vend evropian. Megjithse korrupsionin e kemi si supën e drekës që keni ju, ne prap jemi një vend evropian. Uroj dhe shpresoj që ju të na jepni statusin e vendit kandidat. Këtë gjë ja kërkoj unë, Deradima, idhulli juaj, qytetari evropian i juaj, me vlera mbar kombëtare. E di unë, s'ma prishni vllajti. Të dashur vendet e Europës, mosdhënia e statusit do na shgënjej shumë, sepse vetë ne ju na keni përgëdhelur. Ne ja dham bam Gërdecit, ju na bët antar në NATO. Dogana shqiptare janë shqyrë si tanga, ju na hoqet vizat. A përgëdhelet? Na mbani tani. Me krenarit të madhe ju them të dashur miq, se ne si qeveri nuk kemi bërë absolutisht asnjë gjë për ta merituar. Ama ne jemi burra pak më të mirë sa ata të PD-s, themi të drejtën. Apo jo? Po jo. Faleminderit. Kështu që edhe unë ju them, na e jepni statusin. Me respekt të madh, Patri Deradima. PS. Kryeministri është si shpirt. Dhe dy fjalë të tjera këtu, po ju them, na e jepni statusin, lërini çfarë than ata më përpara, Berisha e Çarishin ata më përpara, po ja u them unë, kaq po them. Na e jepni statusin se ju betohem, bashkë kemi punë të keq, prishem. Të lutem na jepni statusin, po ja u them unë, Deradima. Bëhet qa bët për para, tani statusin. Po i the ti, është e vërtet, po unë nuk e kuptova këtë të fundit që kishte kryeministri është i shpirt. Shishte kjo? Ashi, edhe unë kam perceptimet e mia për njerëzit që nuk ka nevojë fare. Ju falenderoj shumë edhe njerë Europa. Ja u thashët, dy llave i erë flasë, nuk flasë dy erë. Patri Deradima!